Po fshati ekziston prej shekullit 13, dikon 1303. Këtu janë njevë si mas disa dhonave, të thonave, këtu janë njevë i ka metë prej një fshati rreth Dubrovnikut atje, këto janë konë disa kroatë që kanë pas lëvizje kësaj dhe kanë, domethënë, tregtinë e kanë zhvillu mes këtujt për në Selanik anek nena, mirë po në qatë ndërkohë vitet ku e përmana 1303 janë vendosë këtu, me qenë se si mas disa të dhanave, ka qenë një kohë e vështirë, domethënë, edhe janë nalë këtu me pushu, edhe këtu e kanë zbulu që ka pas gjeje të ndryshme, metali, ari, argjent, edhe disa metale, kështu që kanë fillu e tani me punue, janë konë shumë qytetarë që kanë ditë çka është. Kanë orë prej një vendi tjetër janë banu këtu? Këtu janë vendosë këtu. Edhe janë, domethënë, pej qatëhere, janë vendosë këtu, edhe kanë nisë me punue me gjeje, me tulli. Tregom sa fise janë? Për këtu janë njevë, domethënë, ekzistojnë, është multietnik, disha ka shqiptar, kroat, turq, rom, ashkali, gjitha këto janë këtu jetojnë, qysh pej, muj me thonë, pej vish shekullit 18, 17, 18, ekzistojnë gjitha qëto komunitete që jetojnë këtu një njevë. Qysh është marrëdhënia e tyre me banor të shqiptar? Po na gjithmonë e kemi qu mirë, edhe luftat nuk kanë mujt me na nda, domethënë lufta parashit edhe lufta pare, dyta, edhe kur s'kanë mujt me nda, janë konë edhe shumë mirë e qojmë, edhe sot dhe asë ditë, edhe gjatë luftës nuk ka pas probleme me nuk kina pas kurfa probleme me komunitetin kroat, apo me një tjetër komunitet, kështu që mirë kemi kalue, po me thënë drejten prej vitit 90, domethënë 92, kur ka fillu lufta e Kroacisë, tu janë shpengull shumica, shumë kroatë janë shpengull, ku atëherë dikun vitet 80, dikun 5.000 banor kanë qenë kërveç kroatë. Mirë po pej luftës që fillojnë Kroaci, domethënë 90-92, këtu janë shpengull me të madhe se nisin me i sfigu këta sërbët. Këtu kanë orë paramilitarë, ndryshëm këtu si Sheshelle, Arkane, edhe i kanë frigu edhe këta u shpengullen. Shtu që tashti shumë pak kanë mjetë, dikun pej 8.000 banorë, 5.000 banorëve, dikun tashti dikun 100-120 banorë kanë mjetë veç kratë. Po shpengullje prej trive sa po ka prej fshatit? Po edhe tash ka edhe pej shpengullje pej qytetarëve tonë. Me qenë se të rritë neve këtu, me thonë drejten, për na mungon edhe autobuzat për udhëtim, domethënë kemi pas janë njevë Prishtinë, tashti nuk është 2 vjetë, 3 vjetë, nuk është autobuzi, s'po mujna kur qysh me bo një farë zgjidhje, edhe me komunë kemi fillu me asi mirë, po kanë bo tash e kanë bo privat këtë janë bo edhe kështu që nuk është, e për që ata edhe për shpengullen, jo mësimi, jo puna, pi bje shumë largë, musil, shtrajt. E linja autobusit të preja njeve vesh në Lipjan? Vesh për Lipjan, ka, po, a për Prishtinë nuk kemi autobus. Tregom cilat janë? Edhe me thonë drejten, tashti po mungon të rritë edhe punësimi. Misha edhe të kemi disa probleme ku kemi pas ujësjelësi është në përpytje. Nuk ka ujësjelës, mirë për tash janë, kanë fillu vesh.
një renovim me bo, edhe të kanalizimit, edhe të selësit, e besojmë që i mrena vitin e arshëm do të bo zgjidhja e ujit. Sa është fuqia punëtore në funksion këtu në fshatin Janjev? Po fuqi punëtore ka ballë, po këtu nuk ka. Do me thonë, na kemi pas një fabrikë metalit këtu, ku o privatizu, tash ajo me atë lëmi nuk merret. Që tu o bo me alumine, me zinge, me thonë Me dzehe? Me dzehe. Tregon cilat janë karakteristikat e fshatit Janjev? Që dallon prej fshatit tjera? Se këtu ka qenë, Janjeva ka qenë një qytet e vjetër. Dhe me thonë, një ndër qytetet më të vjetët në Kosovë. Dardania, Dardana, dhe me thonë Nova Brda, Vushtria dhe Janjeva janë qytetet më të vjetët në Republikën e Kosovës. Këtu si shihet edhe shtëpit, edhe banimi, dhe me thonë, është shumë i vjetër, edhe ka karakteristikë të asaj kohe. Ta është me disa renovime që i bohen, që këtu ka pas, çdo shtëpi ka qenë fabrikë në veti. Dhe me thonë, ka pas, çdo shtëpi e ka pas një mini fabrikë. Kam punu e zeje, kam punu me alumine, me zinge, me bizhinterie, me plastike, me të gjitha. Kështu që vitet 1900, nuk di kur o formu si komunë Janjeva, mirë po 1959 është bashkangjit komunës Lipjanit. Atëherë ka ekzistu me 14 fshatra Janjeva, ku ka pas edhe Kizhnica, dzejën e Kizhnicës, ka qenë në kuadër komunës Janjevës. Tu o marrë me vreshtari, me rosh, me vin, me raki, me gjitha këto o punu. Mini fabrika që po thëmë, që në kohë çdo vend e ka pas, edhe janë bashkangjit me një fabrikë, ku gjitha mjetit kanë bo dhe kanë bo një mini fabrikë që është quajtur atëherë Kardel. Dhe me thonë, edhe mas andej në vitet 60-ta ju ka bashkangjit o bo edhe fabrika e metallit Janjev, ku aty jenë punësu shumë punëtor, edhe për Janjev edhe për rrethine, që ku 800 punëtori ka pas fish fabrika. Për çka ka shërbyer ajo fabrika Kardel? Kardel kanë thirë këta që kanë të bu mjetet, se këto krejt korat jenë kohën ata zanatlit, edhe kanë formu një mini fabrikë, dhe me thonë në qutë Kardel.